duke ndëgjuar informatën që thë që vajza ju e shumë duket në Finland, Helsinki, a the kështu? Që është e martuar atje? Unë jam lindë e rritë në Finland. Edukimi i parë në klasën e parë, në qerë dhe faktikisht neve na edukojnë në shkollat tona, besoj në çdo shkollë, jo vetëm Finland, për çdo vend se botës do të më eduku që liria e njeriu të fillon kur njeriu edukohet dhe kulturohet që liria seksualitetit, liria e politikës të menduarit dhe liria e fesë është zgjedhja personale e personit që ai vendos. Nuk është i babes, as nuk është e nanës, as e familjes, as e institucioneve. Është liria e atij individi që ajo ka vendos. Unë e kuptoj që ti je i frustruar si prind, po vajza jote nuk është një objekt që ti e ke bë. Ti e ke pru një jetë me gruan tonë atë individ, e ke eduku deri në moshën 18, si që thot ligji, masanej nuk është më punë jotja, ju përzi një jetë aq ashpër sa për shof. Mua që am vdhem shumë në këtë që ndëgjova, si një vajzë që ka kalu shumë gjona dhe një vajzë që e di dhe unë prek shumë që kjo që ndëgjova për juve, që një bob 70 vjeç që jetë ti, po mendoj që jetë ofër 70-ave se më shumë, që me jep një rrethon të gabuare në televizion drejt për qindra vajza që ndoshta janë njëjtin hall si vajza jote, që nuk gjenë përkrahje të shtëpia e babës vet. Dera e babës do të më konë gjithmonë çelë për çdo vajzë, qoftë ajo e dëshpëruan në martesë, qoftë ajo ndoshta seksualisht përdunuar, qoftë ajo që ndoshta nuk i ka shku shkolla, kudo që tjetë, çka do që të bët, dera e shtëpisë babës do të më konë gjithmonë çelë. Dhe gabimi më i madh tek shoqëria jonë, unë falë që po ta them, po është që prindrit do të mu eduku që pruna nuk është vajza është djali. Nëse djali jëtë kishku në Irak ose në Iran dhe i zhvesh me tutat e islamit, qa kishe bët ti në atë moment? A e kishe thonë edhe djalit nuk je i mirëseardhur në derë babës? Nëse dy djemë to kishin bët njëjtin gjë, qa kishe thonë ti zotri? Ishe me të pa djemë, pa pasardhës. Jo, të zonjë që po flet kështu pak në mënyrë kështu kleqisht romantike dhe as gjë... Jo, as pak romantike, shumë e drejt për drejt. Po, më lejon tash, unë e dëgjova. Po. Shqo, unë e po them, vajzës në jetën private të sajt, familje sajt ngusht, unë nuk kam asnjë, ju uroj që ajo me kalu sa më mirë dhe sa më pa probleme, domethënë. Është e drejt elementare edhe e prindit që në këtë rast, kur diçka nuk ka shkuar sipas pikpamit babait, domethënë që është qatë mundësi nuk e ka, dhe pikrisht, po them, unë e kam shfrytzuar drejtën njerëzore që edhe si prind, të janë kufizimet e mia, janë pikpamjet e mia, dhe nëse ajo ka vepruar sipas atyre që ja kanë sugjeruar, këshilluar, e të janë ndikuar, atë është le të merret me ta, unë nuk kam punë me asken. Është e drejtë e imja plotësisht. Zotri, egoja jote është më e madhe se mirëqenia e vajzës tone. Ky është gabimi më i madh që jetu ke fol, dhe po më vjen keq që ti 50 vjet. Ma shumë se ne goca që jemi sot. Fare mirëqenia e familjes saj, nëse qëndrimi jemi qëndrim. Mirëqenia e fëmisë tone. Jo çka mendon ajo për fe, ose çfarë orientimi ka për politikë, ose çfarë orientimi ka për fe. O, nuk është pyetje feja, këtu është pyetje shamia, oj zojt. Jo, ti sa po e the me shami nuk ke shtëpi. Egoja jote është para mirëqenies vajzës tone. Po, kemi edhe Rida. Zotri Musa, duhet të kuptoni natyrisht sepse ju e thatë disa herë, edhe lexova edhe në status. Ku një baba thot vajzës që nuk mund të më quash baba dhe që nuk është e lirë të shkojnë në shtëpi, natyrisht është e vështirë ta dëgjojnë edhe vajzat, apo vajzat, gratë dhe kushdo tjetër. Do ta dëgjojmë edhe pak Ritën që kemi, është po ashtu edhe psikologë, dhe më pas do t'ju falenderojmë. Zotri, dua t'ju përshëndes së pari shumë, unë besoj që secili e ka opinionin e vet, por besoj që dashnia e babit është aq e madhe, jo me afërsinë e juaj ndaj vajzës, do e bëni vajzën të ndihet më komforte dhe të shprehet më lirshëm me ju. A mendon që kjo është një zgjedhje më e mirë nëse vazhdoni me afru vajzën dhe me kuptu për ndjenjat e saj? Po, që mbështetja e prindit është e pazaventueshme, kuptohet ajo. Po pajtohem me këtë fjalën që sapo e the, kështu që besoj që fal mbështetjes ju do i kuptoni edhe ndjenjat e vajzës të për çfarë po kalon për momentin dhe do e shpëtoni nëse po mendoni që vajza është në një situatë të keqe. Per tanë jetën unë e kam kushtuar ja kam kushtuar fëmijëve dhe mirëqenies së tyre. Nuk kanë dyshim fare për atë. Po, edhe pikërisht ajo ka bën jap pa menduar mirë, të ndikuar për rrethive të çështjeve të ndryshme jashtë familjes vet.
dhe e ka bon mënyrë të pamvarën dhe ta mban mënyrë të pamvarën. Zotri Musa, po shihet që ju i keni bindje tuaja, çfarë do që themi ne këtu në studio është e kot. Ju e thatë pak më herët se nuk është njerëzore në fakt. Në fakt nuk besoj që është njerëzore të dëgjohet teksa babai i thot vajzës që mos më quaj baba. Po gjithsesi urojmë që të reflektojmë. Ma pak njerëzore është akti kur e din fëmia, kur e din qëndrimin e është ma pak njerëzore sepse aja ka lënduar babajin e vet me sillet e saj, me veprimin e saj. E ka lënduar anë bile. Besoj që nuk përmeni parasysh atë qëndrimin e prindit, bindjet e ndimin e prindit. Jo, po e marrim shumë, por mendojmë që ndonjëherë në këto raste, ata që duhet të bëjnë dhe të lëshojnë pa në këto janë prindrit. Jo, për këto momente prindit për shembull, siç e thamë një zonjë atje sikur me pa mot atë vjetërsinë, unë jam në një moshë në një kohë kur unë e meritoj një qetësi shpirtërore dhe fëmijët janë të detyruar moralisht më kujdes për mirëqenien e prindërve. Besoj që edhe vajza e do këtë dhe besoj që dashnia e vajzës suaj është shumë e madhe pavarësisht me pas vajza ai me shqetësim, me pas vajza ai me shqetësimin e mirëqenies së babës në kohë të shtyrë. Dhe njëkohësisht, këtë pritë edhe disa vite dhe isa baba shkone pastaj vendosi në ashtrisha mija, 10, asë problem, për e ka bo pikrisht për kohën, vajza juaj ju do shumë, e do shëndetin tuaj, e do mirëqenien tuaj, unë urej shumë që të gjeni një mirë kuptim, ndërkohë po ju falenderoj që u inkuadruat, e thash edhe më herët që ju i keni bindje tuaja, çka do që ne po themi në studio po shihet që ju vazhdoni me ato bindje. Gjithsesi uroj që të reflektoni. Jo, paka shumë po duket që po bëni edhe ju nëpër mediat edhe disa që marrin pjesë në studio për bënë të njëjtën propagandë sikur të mesin që fundamentaliste islamike, kjo është pikërisht ajo që po ju sheh bëni aty në çorçë. Dhe për më tepër, nuk i hyra shumë çështje spetare, nuk ka këtu propagandë. Doja ta diskutojmë në aspektin njerëzor, në aspektin njerëzor këtë çështje. Ajo po na intereson dhe vazhdimisht po insistonim në këtë. Po, edhe diçka, shamia në kushvesh kombëtare e shqiptarëve është element i huaj që ka të bëjë me turqë dhe arab. Ju për e mbrani sikur me qenë arab, edhe ju. Me gjitha të zonja që në studio. Po e thamë për të 100 herë sot, ne nuk po merrem me çështjen fetare, besoj e kuptuat dhe madje thash disa herë. Më shumë dua ta diskutoj anën njerëzore. Po foni edhe për çështje fetare dhe po foni për traditat huaja të arabëve dhe turqëve. Asgjë më shumë, ju po e mbrani atë çështje. Jo, nuk ka të bëjë me këto, po po shoh se nuk dëshironi të na arabëve dhe turqëve, asgjë më shumë. Po hajde bre zonja mbrane çështjen shqiptare. Mbrane çështjen duket dhe zakonet tona. Po ajni ju normal. Normal jemi, besoj që normal jemi të gjithë. Po. Zotri Musa. Faleminderit. Zotri Musa. Faleminderit.